Rreth 100 familje në zonën e Malësisë së Madhe janë aktualisht nën pushtetin e ujit. Prej 5 ditësh banorët e fshatrave Kamic dhe Flak janë të izoluar. Aksi rrugor që e lidh këtë zonë me qytetin e Koplikut është shkatëruar plotësisht, pasi përoi thatë doli nga shtrati si pasojë e prurjeve të mëdha. Për banorët kjo nuk është një ngjarje e re, pasi sipas tyre ky është një problem i njohur prej vitesh, për të cilin ende nuk ka një zgjidhje. Ndërkohë prurjet të cilat kanë shkaktuar gërryerje të tokës rrezikojnë banesat. Është problem i madh, të dy katune që nuk kanë lidhje asnjëra apo me tjetrën se s'kan nga më komunikuar. Besa është shqetësuese bëll. Po nuk është hera e parë për nena të këtë shpesh. Se gjithmonë a qartë. Ka 2-3 herë në vjet a prish kjo rrugë. Situata përfaqet qetësisë. Prishet rruga, se shtron kush blok Kamice bllokume. Me çu fëmijë në shkollë tash 2-3 ditë si kem çu hiç se s'kam i kalua. Situata shumë e keqe. Këtu nuk kanë kryetar bashkiet. Kryetari i bashkisë ka një shkollë mesme me 5, edhe kryetar prej Polistekës. Polistekë është një zhele e Malësisë Madhe që ka bërë votat tona e se ka bajur këtu. Banorët apelojnë për ndërhyrje urgjente dhe kërkojnë ndihmën e bashkisë dhe forcave të armatosura për vendosjen e të paktën një ureje metalike në mënyrë që të mos u privohet lëvizja. Po ashtu këta banorë kërkojnë një investim serioz nga qeveria shqiptare për ndërtimin e argjinaturës mbrojtëse për të shmangur përsëritjen e kësaj situate çdo vit.